Projekti mbështetje stabilitetit socioekonomik përmes fuqizimit të sektorit të mikrobizneseve në Kosovë financohet nga Qeveria Gjermane, Qeveria e Kosovës, komunat partnere, ndërsa zbatohet nga organizata HELP. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në zhvillim të qëndrueshëm dhe stabilitet në Kosovë, me fokus kryesor fuqizimin ekonomik. Nëpërmjet këtij projekti, planifikohen të shpërndahen grante, duke ofruar pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo rrisin biznesin e tyre. Vlera e një granti për një përfitues do të jetë 2.000 euro, shumë kjo e cila përfshin pjesëmarrjen nga përfituesi me 15% të vlerës së grantit. Krahas pajisjeve, përfituesve do t'u ofrohen edhe trajnime profesionale dhe mbështetje teknike pasi t'i kenë pranuar pajisjet. Për të kualifikuar për aplikim në fazën e parë, aplikuesi apo aplikuesja duhen të jenë banor dhe me adresë të përhershme, si dhe të zhvillojnë biznesin në njërin prej komunave partnere të HELP-it për vitin respektiv, të posedojë dokument të vlefshëm identifikues të Republikës së Kosovës, të jetë i gatshëm për pjesëmarrje me bashkëfinancim në investim me shumën prej 15%, të jetë biznes i ri, të jetë biznes i regjistruar, të jetë biznes operacional por i paregjistruar, dhe të tërzoj të kompletuar aplikacionin sipas thirrjes apo të dhënave në aplikacion. Formën e aplikacionit mund ta merrni në sesionin informues në komunën tuaj ose ta shkarkoni nëpërmjet web faqes www.helpvizkosovo.org. Faqen e parë të këtij aplikacioni e plotëson organizata HELP, ndërsa kandidatët i plotësojnë faqet prej 2 deri në 11. Në faqen e dytë të aplikacionit, kandidati plotëson të dhënat e tij personale, ndërsa në rubrikën ku kërkohet adresa e plot, ta përshkruani në detaje rrugën deri tek shtëpia juaj. Në rast se përzgjidheni në rrethin e ngushtë, përfaqësuesit e HELP-it do t'ju vizitojnë. Në faqen tjetër të këtij aplikacioni, kandidatit i kërkohen të dhënat dhe statusi socioekonomik. Ndërsa në këtë tabel, kandidati duhet t'i specifikojë të gjitha shpenzimet dhe të hyrat e tij mujore. Nëse aktiviteti juaj afarist është i ndryshëm nga i banimit, ju lutem të shënoni adresën tuaj sa më detajisht. Në pikën 4 të aplikacionit, kandidati duhet të plotësojë planet për zhvillimin e aktivitetit biznesor. Nëse aplikoni si projekti i përbashkët, duhet të shënoni emrin e aplikantit ose aplikantës me të cilin po aplikoni si projekti i përbashkët, të specifikoni rolin tuaj dhe të bashkë aplikantit tuaj në aktivitetin biznesor me të cilin po aplikoni, si dhe të keni vëmendje dhe kujdes. Nëse njëri nga aplikantët hyn në kategorinë që përjashtohet për një arsye, atëherë të gjithë aplikantët tjerë brenda projektit të përbashkët përjashtohen gjithashtu. Ndërsa në pikën 4.12 të aplikacionit, kandidati duhet t'i specifikojë pajisjet me të cilat i duhen të nisë veprimtarinë, çka ju duhet për realizimin e idesë tuaj biznesore, si dhe gjatë plotësimit të kësaj tabele, të gjitha specifikat duhet i paraqisni me detaje. Aplikacionit i bashkangjitet edhe oferta nga furnizuesi potencial me specifikacionet e sakta të pajisjes. Dhe në këtë tabel mund ta shihni edhe shembullin konkret se si duhet të parashtrohen specifikat rreth pajisjes tuaj. Keni kujdes kur plotësoni pikën 4.15. Ajo paraqet planin tuaj të biznesit, i cili është pikë kryesore për përzgjedhje. Plani juaj biznesor duhet të jetë i qëndrueshëm, realist, i përshkruar qartë dhe me detaje. Dhe në përfundim të aplikacionit, me rëndësi, kontrolloni me kujdes se a jeni përgjigjur në të gjitha pyetjet. Mos harroni të bashkangjitni kopjen e letërnjoftimit apo të ndonjë dokumenti tjetër personal, kopjen e regjistrimit të biznesit, nëse veprimtaria biznesore është regjistruar, si dhe diplomat, certifikatat, nëse janë të ndërlidhura me veprimtarinë për të cilën konkurohet. Në pjesën e pasme të zarfit, detyrimisht shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj, adresën e saktë, si dhe komunën të cilës i takoni. Në balin të zarfit, e shënoni adresën e zyrës të organizatës HELP Kosovo. Vetëm aplikuesit të cilët hynë në rrethin e 2 të përzgjedhjes do të njoftohen. Njoftimi do të ndodhë pas përfundimit të procedurave përzgjedhëse.